parashtrova ndoshta edhe disa pyetje në lidhje me qëndrimet që do të mbajnë kryesisht dy forcat politike. Qëndrimi që do të mbajë ditën e sot me Partia Socialiste, ndryshe mazhoranca, dhe Partia Demokratike për sa i përket çështjeve më të diskutuara të paktën ditët e fundit. Territorialja, por po ashtu edhe interpelanca që është kërkuar edhe me ministrin Lamallari. Në pikën e fundit të rendit të ditës, socialistët kanë propozuar që të futet edhe një projekt vendim për ndryshimin në mënyrë të një anshme të përbërjes së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën administrativo-territoriale. Por që nga dita që është hartuar rendi ditës deri më sot, situata ka ndryshuar pasi një ditë më parë, pra të hënën, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka vendosur për të rimarrë pjesë në Komisionin e Reformës Administrativo-Territoriale, duke vënë socialistët në vështirësi, mund ta themi, ku do të bëjnë kërkesën për tërheqjen ndoshta të projekt vendimit për ndryshimin e përbërjes së Komisionit të Reformës Administrativo-Territoriale. Kjo situatë vjen pas disa muajsh bllokim të këtij komisioni, ku demokratët fillimisht kishin refuzuar për të marrë pjesë në komisionet e posaçme dhe çdo bisedim tjetër për sa i përket Partisë Socialiste, për shkak se sipas Partisë Demokratike, socialistët janë duke vepruar në mënyrë të njëanshme, duke mos lejuar funksionimin normal të parlamentit, nisur nga mosthirrja prej disa javësh rrjedhë të Këshillit për mandatet dhe imunitetin.